Kjo është Jona është vajza ime e dytë. E bëj këtë video sepse unë jam bërë shumë pishman që Jona si bërtase, shaj, ofendoj. Dhe tani që shikoj që fle dhe është kaq qëngjëllore, them pse o Zot e kam trajtuar gocën time si qenë mors. Na i herë mbot sikur ma ka pru burri nga martesa parë mi motër, por ja pra këto janë gabimet e një prindi dhe unë jam bërë pishman si prind. Sepse ja edhe tani që ajo po pi cigare mrena, që mund vjet ja fik mball, por jo buzqesh, sepse duhet jemi të kujdesshëm se si sillim fëmijët tanë, sepse shpesh i vrasim, i bëjnë ndjenjë keq. Ja për shembull si kalon kputucët, si syt që të dalin kallup. Por unë ja marrja veke veni dhe do buzqesh, sepse detyra ime si nënë është kujdesem për vajzën time. Ja për shembull, shive si kalon komon, e ordho, si shat e kurvës, por nuk ka problem. Unë do t'ja mbledh gjitha duke buzqesh, sepse ajo është vajza ime dhe në fund ditës nuk ka sjell kur probleme. Dhe bëj këtë video për gjithë prindit. T'ju them që keni kujdes se si silleni me fëmijët tuaj, sepse vërtet ne mund t'i lëndojmë shumë. Unë kam ndryshuar dhe ja pra siç pa e vendos çdo gjë në përvendet e veta, pa bërë zë fare, sepse unë ndjej që Unionës i kam rënë qafë dhe këtë video e bëj për t'i kërkuar falje. Më fal mami që shpesh herë të kam folur mami gabim. O ma, qa modi ndo?